I respekt të jashtëzakonshëm edhe kur që më një më i gëzuar dhe më i lumtur dhe më krenar se sa sot që jam në mjediset e stadiumit Jaro Boriçi të Shkodrës me këta të nderuar pjesëmarrës, elita e futbollistëve shqiptar në 5-60 vitet e fundit, plus kënaqësi e veçantë që profesor Selamidani sot në këtë promovim libri i lartësohet akoma më shumë emri, figura dhe jeta e tij sportive në skuadrën e Vllaznisë dhe skuadrat më të mira të Shqipërisë. Unikësisht do të them edhe dy fjalë për mikun tim, Faik Sadiku, një ndër oficerët më të mirë të policisë në shumë vite në policinë e Tiranës, e mori këtë iniciativë qysh me fillimet e para të realizimit libra për futbollistët e nderuar të Vllaznisë, them drejtën e përkraha sa mujta, dhe i thash që po bën një akt shumë fisnik në radhë parë për Vllazninë e Shkodrës, por dhe në radhë dytë edhe për krejt Shkodrën dhe futbollin shqiptar. Realisht unë i kam lexuar ato libra dhe këtë fundit akoma jo, por vërtet është krenari për Shkodrën, por edhe për futbollistët e Vllaznisë, për ato libra është bukura që ka bën Faiku, dhe një familjar i nderuar ku ka dy djemë, dy artistë të mëdhenj. Unë kam shumë për të folë, por nuk do them më gjatë, sepse Vllaznia e Shkodrës është, mund të them, Reali Madridit shqiptar, ose Milani i Italisë shqiptar, nuk ka më të mirë se Vllazninë e Shkodrës. E para, e dyta, që nga Jaro Boriçi deri te ky Bekim Bala, njeriu më i nderuar sot i futbollit shqiptar, krenari për ju, respekt për të gjithë ju pjesëmarrësit sot, Zoti ju prifmar ju dhe familjeve tuaja, me jetë gjatu i u shekulloft, i nderuar profesor, por edhe miku im Faik Sadiku, inshallah me libra të tjerë. Urimet më të mira.